O Allahu ynë, ti je i vërteti. Je ai i cili ka krijuar çdo gjë me urtësinë e tij të përsosur. Çdo gjë në këtë gjithësi dëshmon për ekzistencën tënde të vërtetë e të pamohueshme. Ti je i vërteti dhe e vërteta është me ty dhe tek ti. O Allah, ti je përkujdesësi. Je ai i cili përkujdeset për riskun dhe furnizimin e krijesave të tij. Çdo krijesë mbështetet tek ti, për kujdesje dhe strehim pranë mëshirës tënde. O Zoti ynë, ti je i forti. Je ai për të cilin nuk ka ndonjë pengesë që të realizojë vullnetin dhe përcaktimin e vet. Je ai që ka mundësi dhe forcë të plot për të nënshtruar çdo gjë në këtë ekzistencë. Të lutemi, o Zoti ynë, na fal, na mëshiro, na begato me mirësi dhe begatit e tua. Ne i prano veprat tona të mira dhe na prano agjërimin ton që e bëjmë për hirësinë tënde.